Sot u publikua lista e kombëtares shqiptare për dy ndeshjet e këtij muaji. Silvinho kishte rezervuar një nga surprizat më të mëdha në këtë listë. Klis Mancake ka siguruar për herë të parë ftesën e kombëtares shqiptare dhe të brazilianit. Mbrojtësi tashmë do të ketë mundësinë të debutojë me kuqezinjt në sfidën ndaj Serbisë dhe në miqësore ndaj Jordanisë. 26 vjeçari në të kaluarën ka mbajtur veshur fanellën e kombëtares U21, ku ka luajtur në 3 ndeshje, teksa tashmë pas paraqitjeve spektakolare me Shkëndijën e Tetovës ka mundur të bindë timonjerin e kuqezinjve. Ishi i Tiranës është pa diskutim një lider te kampionët e Maqedonisë së Veriut, teksa me paraqitjet e tij ka udhëhequr ekipin drejt rezultateve pozitive, ndërsa siç dihet luan edhe në Conference League me Shkëndijën. Fakti që luan në garat europiane me Shkëndijën është një tjetër armë plus e cakes që arriti të marrë vëmendjen e trajnerit të kombëtares shqiptare me Pogradecarin që tashmë do të jetë në pritje të minutave të para për të bërë debutimin me kombëtaren shqiptare.